Kam qenë në vitin e fundit në matur, këtu të Sholla Gjeladin Fishta, matur, kur jam servit me ekipin e të rive. Ekipi i Vllaznis, ekipi i të rriturve të Vllaznis, zhvillonte ditën e ejte, zhvillonte ndeshje kontrollit. Dhe këtu ky stadium ka qenë me 5 kam në atë kohë, po këtu kanë ardhur ditën e ejte me njek ndeshjet me 2 porta, kanë ardhur mi 2000 vetë, për çdo javë. Sepse ai ekip që do lutet të ejten me 2 porta, këtu do përfaqësonte Vllaznin ndeshjen e të dielës. Ndërsa pjesën e dytë, Vllaznia e zhvillote me ekipin e të rive. Unë ishe pjesëtar i ekipit të rive me trajner Xhelal Jugen. Dhe në momentin pjesë dytë, kur fillum me lujt kundër Vllaznis, fatmirësisht një 2-3 topa që pata i adresova mirë, kishe si kundërshtar Zan Ragamin, të njerin Zan Ragamin atë kohë, dhe një farë Haki Krajet, që në atë kohë ishte jurist, më dha mundësia me qenë atë ditë në një gjendje të mirë fizike edhe futbollistike. Trajner në atë kohë ishte Skënderi Areci, kishte ardhur nga Tirana dhe në kohën që ne po zhvilloheshim ndeshjen pjesën e dytë, ai ishte në tribun duke pa këtë ndeshje. Kur marrë pjesa e dytë, pra gjysloje që lushim ne, hime këtu në mbrand për të larë, për të shkule për shtëpia tona, me del në momentin që unë marrë dhe çantën për me shku në shtëpi, me del trajneri Rifat Rusi, besoj se në atë kohë ka qenë figurë e njoftur, dhe me thot, o ti djallë, sepse nuk me dite kush emrin, o ti djallë thetë në gjithet. Ku je nisë për shtëpi, thëmë. Mos shko thetë në shtëpi, prit thetë sa të lahen edhe këto lujtarët e ekipit të Vllaznisit, sepse ka një fjallë thetë trajneri Skënderi Areci, kur t'ullet prej nëltë. Unë kisha dhe vllanë, rambet pas, se të është i nuk jeton, kishe portjerë në atë kohë, edhe vjene më thotë në gjithet, mos ik thetë lene çantën këtu, se kur të marrojnë thetë dushin ato tjerët, do lexohet lista e futbollistëve që do marrin rrugën për në Peshkupi, për Kupën e Republikës. Najta u zverdha më lëshu në kamp, sepse ishte një habia ma madhe, që mund të ishte për mu, ishte kjo. Dhe në moment u fut me të dhoma, por ke gjeta aty, kush ishte aty, ishte Sadetin Zmijani, 14-15 vjetë më i madh se unë. Ishte Ferdek Çapaliku, Kolgjoni, Selamidani, Satrakiqi, Shot Preza e tjerë figura, lëne për sportin, por edhe nga mosha. Edhe u futa aty në dhomë, dhe mas i lexoj listën, i 16 kur tha Bizi, ma të mënd mi emnin e vllot, tha Bizi, se emnin s'ma dishin. Unë kishe ullë kokën, Mzuni Tavani, Mzuni, kur përmend një emnin tem, dhe të nesërme do nishin për Peshkupi. Shorti kishte ra Vllaznis për Kupën e Republikës me lujt me korabin e Peshkupis. Nuk kam fjetë tanë natën, të jetën darkë, sepse se besoshe kur kam shku në shtëpi, i kam thonë vëllezërve nënës, i kam thonë që do iku me Vllaznin, pa marrë Vllaznia me shku në Peshkupi. Shendi i tyne, i thash shokëve, shendi i tyre, dhe kam në fund të autobusit atje kuptohet, 7-8 orë me shku dhe në Peshkupi, me këta autobuset që bante në Sheraku, edhe në hotel atje. Të dilen, në një hall atje të hotel turizmi të Peshkupis, bëhet analiza e ndeshjes, dhe për çudi kur u përmend emri jem në 11-shën që do lutë, që do përfaqësohej Vllaznia. Shku dhe që ndeshjen e parë, unë kam qenë lojtar formacionit. Në krahin e majt, në atë kohë ka qenë sistemi 4-3-3, dhe unë kam lujt, në ato kohë i thoshin allo i majt shu. Fillimisht e fillova atje. Ndeshjen e parë me Peshkupin, lujta të 90 minutat, bana mirë, dhe çuditërisht shënova dhe gol. Golin e parë e kam bërë unë.
Javën që vjen, erdhi këtu, Berati të mori Beratit. Ishte hedhë shorti, në grup kishim Peshkopin, Beratin, Flamurtarin. Dhe erdhi Berati këtu, ka qenë Telizaho kundërshtar, një futbollist i ekipit kombëtar në atë kohë. Dhe ai ashtu ditë kur më po mu kretë fëmijë ashtu, edhe kam luajt në mënyrën më të shkëlqyre. Përsëri në javën në vazhdim. Këtu me Flamurtarin e Vlonës, ka qenë mbrojtësi djath një parë Skender Ibrahimit, ishte pjesëtar i ekipit kombëtar dhe ai. Dhe këtu te kjo zonë kënej ka shtëpia Sezit, tu ka klubi Sezit, kam luajt pjesën e parë, e kam bën atë shkretin për ujtë ftoftë, dhe Mileti nuk dite emin. Po e mësoj, duart trukitshin, unë fluturojshe. Kështu që dolme në finale me Skanderbeu në Korçës, luajtun në Qemal Stafa, në eshja 4 dhe e fundit. Atje fitum 1-0 me gol të Salamidanit, kështu që morë me kupën e Shqipërisë. Pra, është viti 65, ku fillova me formacion, dhe në 82 e kam dalë për i formacion.